Po që kam bërë duar turkallë, jetëna? Punova tërë verën në brigadë në Shabët. Ati ku ke qenë brigadier vetë? Po. Edhe unë shkova në fshat e këgjyshja. Sikur do shkojmë në plazh në familje? Shkova po ktheva përsëri. Ishte marrë malli për gjyshin? Për gjyshin po. Edhe për diçka tjetër. Çfarë tjetër? Nuk ta tregoj. Sekret? Më kishte marrë malli për zambakët e bardhë tuajt. Për zambakët? Po. I shikon si rriten? I shoh. Dhe nuk bëjmë përshtypje? Lulet bukura. Vetëm se janë të bukura? Po që rriten ujë pa tokë. Po ka plot bim që rriten kështu. Nori? Bra. Të mori malli për mua? Po ti? Si? E di? Po. Të kam parë në ëndër. E sim pe?
Sikur ngjiteshe në një mal të lartë plot me dëbor. Po? Unë s'arria dot edhe po shkisja. Pastaj? Kur pa pritur, më doli përpara një ari i madh edhe i bardhë. Ai ba. Pas keni ardhur? Unë erdha dje, ku shehet Nori sot? Shumë mirë. E shleve mikro? Do e mos mora tet. Profesor Luani e bëri doktorant të tij. Mirë që pas ke shpëtuar. Nuk vajte gjikundi me pushime? Megjithse pata provimin, po dhe plazhin nuk e lash pa e qijuar. Përveç halleve dhe plazhit kam bërë dhe një punë shumë e vlerë. Kam bërë disa incizime të fjalës fundit në stereofoni që do të kënaqeni. Muzika është e zgjedhur. Kur do vim ti dëgjoj? Kur të dëshironi. Po deshet që sot. Dhe mjetna? Po ne sikur e lam të shkojmë teatr. Një herë tjetër. Si të dëshironi. Mirupafshim. 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 Rolandi është djalë me kulturë. Profesor Petriti. Si e Luliana? Jetënor si? Si e profesor? Si e kaluat? Mirë. Mirë, I lexuat gazetën apo? E lexuam. Ndërmarrja bujësore po e zbaton serat e domates eksperimentin tonë. Unë kam menduar për një eksperiment të ri, profesor. Ashtu, ha? E mirë, tani kështu si qemi do shkojmë nga shtëpia ime. Do ju tregoj plot gjëra të reja. Hajde. Hajde. Pa e kuptoni se ç'do të thotë kjo. Ti rritësh bimët në ujë. Nuk është puna për të rritur lule, Luljeta. Është fjala për bimë të prodhimit. Lulen këpute. Vëre në vazo dhe ronë me ditë të tëra. Po ti edhe shedhi pak aspirin. Aspirin kërkon të rritësh edhe domatet? Po jo, Mojmoza. Gjatë pushimeve shfletova material për hidroponin si dhe leksionit e profesor Luanit. Dëshiroj që të marrë një eksperiment me këtë temë. Po ti Luljeta e ke temën e domates. Arrite edhe rezultate të mira. Ai eksperiment nuk më duket asgjë përpara këtij. Po kjo është fantastik, Mojmoza. Kjo është një gjë e re e pa provuar. Ç'të duhen pa provuarat? Bëj atë që bëjnë të gjithë. Po ky eksperiment është madhështor. Tër verës kur isha në plazh këtë mendoja. E shikoja detin edhe thoshja. Po sikur të mbyllet deti me grur, me perime, fruta. Vajza më duket se erdhi koha e drekës. Pa Lulita ngopet me lukë të zbrazur. Nuk është mirë ajo vajzë. Je shritur mendje. Ja pra edhe rezultati punës sonë. Lutem. Megjithatë do ta ndjekim deri në fund eksperimentin për të zbuluar ndikimin e oligoelementëve në këtë lloj fare. Për mendimin tim ky eksperiment ka mbaruar, profesor. E dëgjove Jetënor. Për Luljetën ka mbaruar eksperimenti sepse kërkon të mbjellë detin. Jo se dua të mbjell detin, profesor. Unë e kam fjalën për hidroponin. Ndërsa deti është një shaka. Po edhe unë shaka bëra Luljeta. Hidroponia është një shkencë e njohur dhe shumë e rëndësishme. 1 hektar e sistemit hidroponik është barazi me 10 hektar të mbjellën tokë. Shto këtu edhe thjeshtësimin e krahut të punës, prashitjen, ujitjen. Sigurisht Luljeta. Bujësia po shkon drejt industrializimit. Po kjo është fantastike, profesor. Ashtu është Luljeta. Njeriu e ka vënë edhe e vën jetë fantazinë e tij. Po ne kemi gjithë ato probleme konkrete që kërkojnë zgjidhje për shtimin e rendimenteve të prodhimit. Po shumë mirë. Eksperimentimi i hidroponisë ndihmon në sqarimin e efekteve të oligoelementeve. Ne do të marrim ato eksperimente me të cilat do të përshtatemi kushteve konkrete. Edhe jemi të sigurt se do na japin rezultat. Prap me oligoelementët? Po tani do kemi kushte të reja të klimës, tokës edhe bimës. Do të më falni, profesor, por unë nuk do të marr pjesë në këtë eksperiment. Unë them që të mos ngudesh, Lulita. Megjithatë unë nuk të detyroj. Po do kisha qejf që edhe në këtë eksperiment të punonim së bashku.
kryej matjet tjetër. Hajde. Vete ke bërë këtë këngë apo ta ka bërë gjyshja? Pse nuk të pëlqeu ty, ë? Jo, më pëlqen shumë, po nuk e di se ku hyn në folklor apo në krijimtari të mirëfillt. E kam dëgjuar duke kënduar rastësisht një stradagji. Klon cirku. Që thua ti unë nuk jam kompozitor. As shkencëtar, edhe as peshkop. Po çfarë jeti atëherë? Jam një student i zakonshëm, që përpiqem të marr rregullisht provimet, që do dal një agronom me diplomë dhe që do të breth kodrave të fushave të për të rritur grur dhe misër. Dhe llafe pa fund. Llafe ti me rera, ashtu siç i zbardh dielli flet të librit. Apo jo jetnor? Një fjalë e urtë thot, heshtja është flori, kurse fjala është argjend. Te me qesht. Dëgjoj këtu ti peshkopi ynë. Ty me të vërtet mund të tjetë rritur mendje nga ato 10 që merr atje në provim, por unë jetë vë zero. Ti në mbrëmje nuk shkon, në kinema nuk vete, as me eksperimente shkencore nuk merresh, mbeten atë ditë mbi libra. Megjithatë do bisedoj me ata të rektoratit tonë. Fundi ata shikojnë këtë problemin tënd dhe të t'japin një titull. Për këto libra kam ardhur në shkollë. Kurse unë në shkollë kam ardhur për të jetuar. Edhe kur të plakem, ta kujtoj këtë kohë të artë. Mire keti. Në vjesht piqen pemët. Në vjesht i merr provimet edhe ti. Prandaj shijoje. Shijoje këtë kohë që të kesh kujtime sa më të bukura në pleqëri. Më pëlqen të mos piqen para kohë. Pemët që piqen para kohë hakrimbi. Des mos kalbesh fare. E po nuk kam gjyshe kompozitore që të më dërgojnë në shkollë për të kënduar këngët e saj. Po i njëjti avazni. E di, mor vlla, e di. Po kështu si e keni nisur ju, do t'ishte më mirë të mbylleshim në një dhomë secili, edhe të takoheshim për të pyetur se si i kemi nga shtëpia, vetëm kur të ham drek. Përse mendohesh, jetnor? Më dhëm pa koka. E kam ndjerë veten kaq ngushtë të behar sa nuk bëhet, jetnor. Pse? Kooperativa jonë mori mbi 50 kuintal grur për hektar, kurse një brigad, ku është brigadier një shoku im, ju afrua 100. Flista i shoku për qarkullimin bujqësor dhe për shkencën agronomisë, sikur të kishte mbaruar 2 institute. Ti e ke mirë, jetnor. E çove deri në fund një eksperimentim. Jetno, përse nuk do që të eksperimentojmë bashkë? Të gjithë do të thonë ju lumt, bët një punë të vështirë, por të bukur ama. Pastaj po të pranosh ti do të bindet edhe pedagog Petritit. Po unë ju dhash fjalën, Luljeta. Pastaj ti duhet më kuptosh se çfarë pozite jam. Ata e kanë problem grurit. Po mirë le ti marrin të dhënat tona e ti zgjidhin vetë. Nuk është kaq e lehtë sa që mendon ti. Më pyesin për eksperimentimin e parë. Dhe të them të drejtën,
Më dukej sikur nënqeshe me mua. Por ne në fundit kemi ardhur në shkollë për të mësuar. Jo të merremi që tani me zgjidhjen e problemit prodhimit. Po eksperimenti yt është vetëm laboratorik. Po mirë le të jetë. Do të bëhet edhe praktik. Ma më pëlqen temat që janë të reja dhe të mëdha. Ti pa që gjithmonë dëshira, po problemi i shtimit të rendimentit të grurit nuk është gjë e vogël. Nuk është aq e lehtë sa që përfituron ti. E shoh që nuk do të më kuptosh. A e lëm këtë bisedë? Juve për jo kërkonim. Më keni premtuar se do të vini të dëgjoni incizimet e reja. Do të vim pa tjetër. Apo jo jetno? Më falë, po unë kam për të mësuar. Lëri mësimet, nuk unë gope? Pastaj viti tretë është për të shlodhur studentët që të kenë forca për vitin e fundit, apo ja? Hajde jetno. Një herë tjetër. Natë në mirë. Kalua mirë? Kaq për vetet pas ka bëri droponia. Unë mund të përkthej material nga anglishtja. Me pedagog Petritin e ke biseduar? Pedagog Petritit nuk i ndajet shpirti nga u ligo elementet. Natyrisht. Mbron temën e dizertacionit ti. Më propozoi dhe mua që të eksperimentoje me panxharin, por nuk pranova. Kërkon të mbledhë material me duart e tjerëve. Po jetë Nori, shtot. S'ka ndonjë kundërshtim. Shtu? Natën e mirë. Dhe faleminderit shumë. Natën e mirë dhe të më pafshim. Mëngjes. Mëngjes. Më thanë se të kishin kërkuar më në telefon. Po, Brigadierja ishte? brigadiri. Rolandi më dha fjalën se do më ndihmoj me materialin që të huaj. Ai zotron shumë mirë anglishten. Nuk beson ti? Nuk thash gjë.
Dëgjoj këtu. Si shumë të del përpara ky Rolandi. Dhe nuk më erdhi hiç mirë që shkove mbrëm me të. Dhe kur të përcolli, sikur nuk ja kish qefi që të ndaheshe me të. Si ka mundësi të mendosh kështu për një shok kursi? Do të them dhe një gjë? Ai tregoi të gatshëm për ndihmuar, ndërsa ti as që e merr mundimin të pyesësh e jo më të interesohesh. Më vjen shumë keq që ndodhi kështu. Profesor, Po? u vendos gjë për eksperimentin e Luljetës? Nga gjithë eksperimentet që janë marrë deri tani në institut, eksperimenti i Luljetës më duket shumë interesant. Do të kisha shumë dëshirë të merrja pjesë në ta. E imagjinoj suksesin e papritur të këtij eksperimenti. Po pse eksperimentet që kemi ndjekur deri tani janë dukur të vogla ty, Rolande? Ata janë marrë me zgjidhjen e problemeve të çastit. Ashtu është. Po pas zgjidhur problemet e çastit nuk mund zgjidhen ato të perspektivës. Studimi mendoj, po nuk e tha një fjalë të re, nuk ja vlen. Problemet e çastit i zgjidhin vetë njerëzit e prodhimit. Po njerëzit e prodhimit e fillojnë punën që në bangun e shkollës atë. Dhe më mirë është njeriu të merret me diçka të vogël, po konkrete, se sa të merret me fantazira. Do vetë të marrë një libër deri në zyrë, nuk vanoj. Pas ke shërbimi, Rolando? Si që shikoni, Si ja kalon ti? e po që të bëjmë, sa mundem. Me ziu Arita. Ne po shkojmë bibliotekë. Lulita, ta përktheva materialin. Ishte shumë interesant. Po patë ndonjë material tjetër, mos ju prap. Profesor Luani do më japi një libër të ri. Profesor Luani do të ndihmojë në literaturë, kurse unë do t'i përkthej. Faleminderit. Urdhëra. Instituti jemi. Një brigadiere nga fshati Jetnorit. Të dëgjoj më shoqë, të dëgjoj. Po të lutem mos bërtit. Po, Jetnori nuk është këtu. As profesor Petriti. Po, unë nuk mund të lëviz se jam roje gatishmërie. Femër e bezdisur. Një të tillë të kesh brigadiere në prodhim. Mirupafshim. Mirupafshim. Pas keni ardhe ju, moze? Më falni, nuk ju pash. Miru pak. Edhe për përdorimin e oligoelementeve në plerimin e lokalizuar, duhet të ndjekim zinxhirin e mirënjohur studim, eksperimentim, nxjerrje të konkluzioneve, zbatim e përsëri eksperimentim, për të zgjidhur gjërat e paqarta e për të çuar përpara prodhimin bujqësor. Por oligoelementet ka patur edhe ka mendime të ndryshme. Mbas edhe ndonjë nënletësim. Por ata harrojnë se shkenca e vërtet nuk bën dallime. Ajo ka atë urtësi dialektike që ti t'i japi vendin e vetë secilitit, edhe pa e nënletësuar. Oligoelementet pra nuk janë gjëra të vogla. Përkundër. Pedagog Petriti, ju kërkojnë telefon në sekretari. Faleminderit. Do vazhdojmë leksionin e ardhshëm.
Alo? Urdhoni. Po, unë jam. Po juve kush jeni, ju lutem? Shpresa. Po. Mirë, faleminderit. Po isha në mësim. Jo, nuk më ka thënë asgjë, asnjëri. Jetnori, mirë është. Ja tani e kisha në auditor. Po? Po. Ju dëgjoj, shpresa, ju dëgjoj. Dëgjoj. Po. Do t'ju sqarojmë për gjithë shka, shpresa. Së shpejti do vinë ta eksperimentojmë atje. Hajde, miru pafshim. Të falat gjithë vande. Miru pafshim. Jetor. Lutem. Ne emroj edhe Luljetën ju presin të laborator. Mirë. Teuta. Të lutem pregatitat si kloridril 01 normal. Po. Po? Hajde, urdhëroni. Hajde. Si. E dini pse u thira? Si që dini, fshati Jetnori nga ka shtruar një detyrë. Sigurisht këtë çështje do e diskutojmë edhe në dekanat. Po unë mendoj që edhe për këtë eksperiment të zonës malore të bashkëpunojmë të tre. Unë dëshiroj që të filloj eksperimentin tjetër. Po ne nuk mund të të lëmë një anë ty, Lulita. Kemi punuar bashkë 2 vjet për oligoelementet dhe më duket mua se kemi arritur rezultate të mira, apo jo? Me sa di unë, profesor, kjo temi përket punimit që po përgatisni ju për dezertacionin e gradës shkencore. Mendoj ta shtrojmë në ndryshe problemin. Në fillim do të vim në ndihmë zonës malore, shokët Marsis. Sigurisht kjo do jetë një ndihmë edhe për punën time shkencore. Unë në asnjë mënyrë nuk kërkoj që të shfrytëzoj punën edhe mundin tuaj. Ti kërkon të bësh përgjegjësime më të mëdha se sa puna me oligoelementet. Prodhimi kërkon zgjidhje të mënjëhershme. Kurse eksperimenti i hidroponikës është një çështje perspektive, shoqja Luljeta. Qartë? Edhe më fani si u shqetësova. Jetnor eksperimentit do të vazhdojmë së bashku. Teuta, të lutem shumë përgatit preparatet. Orën tjetër kemi leksion. E fyrit e rënd pedagogun. Thash të vërtetën. Për shtrirjen e eksperimentit të ti mendon, ndërsa për ato që i propozova unë as që dënjon të bisedoj. S'ke të drejtë, Luljeta. Pedagog Petritit ka përkrahur vazhdimisht. Ti e ke fajin për të gjitha këto telashe. Ti në atë eksperimentin e zonës malore. Me gjitha ato për eksperimentin tim do të shkoj deri në dekanat, po që nevoja edhe në këshillin shkencor. Dëgjoj, Luljeta. Mendo edhe njerë. Unë i desime i dalë zot vetë, por e kam për ty. Kujdes Marsi se tërmove fushën. Këta po. Të lezet, cejnë si balerin. Kështë falsi? Njajnë si flutura njajnë. I the Luljetës për të folë? I thash. Çfarë tha? Kemi marrë natë, thot. Gjithmonë nuk kundërvijmë. Aq më tepër sot që ka bërë fjalë dhe me pedagog Petritin. E pash. Kur edhi në dhomë ishte shumë e mërzitur. Faleminderit.
Mbrëmje pra kursi ynë organizon për punën e mirë studimore dhe shkencore të studentëve tanë. Jetnori Ku do të japësh fjalën, Moza? E do t'i Riza? Më vonë të shikojmë. Ne kemi shumë shok dhe shoqe që merren me eksperimente të ndryshme. Jetnorin, Luljetën, Agimin. Po mua nuk do të më njohësh si personalitet shkencor? E thash, mbrëmjen kursi organizon për temë tjetër, kurse ti je personalitet gazmor zake. Megjithatë, kemi rezervuar edhe disa minuta për ty sonte. Fjalën e ka shoqja jon Luljeta Bardhi. Unë nuk kam dojnë gjë tre për të thënë. Aty që mund të thoja unë, juve e dini. Eksperimenti domates doli me shumë sukses. Ju uroj shokëve dhe shoqeve të kursit suksese në mësime dhe në punën shkencore. Me le, po them edhe unë ja 2 fjalë për Luljetën. Mund të shtoj se Luljeta është studente e mirë, edhe me horizont shkencor. Dua t'i sugjeroj Luljetës që të ketë parasysh shqetësimin, preokupimin e shokëve të saj, që kërkesat i përgjigjen praktikës së gjallë bujësore. Nuk po e zgjas më se do shkurtoja kohën që është saktuar për Zake. Një vallëzim ju lutem. Çdo gjë me moshë. S'ke që bën? Luan unë e bëra shoqërimin, mbrëmja shetërinë dhe... Kurse unë ngrihem dhe qoj dhe në fund, ose nuk qojem. Ngriu. Ja, tani do të shikoj se si shoqërohet rinjë. Opa, Dalim pak jashtë, po merret frymë. Dalim. Sa i freskët që është këtu? Flutra shkoti sa më po qëndroj pa këtu. Jo, nuk të lë vetëm. Po shko se këtu jam. Këtu është shumë qetësi. Po, shko. Ata e kanë problem grurin. Ti më kupton se në çfarë pozite jam unë? Ti kërkon të bësh përgjithësime edhe më të mëdha se sa puna me oligoelemente. Eksperimenti i hidroponisë është çështje perspektive. Mirëmëngjes, profesor Luani. Mirëmëngjes.
I solla librin. I falenderit shumë. Si të duk? Kishte gjëra shumë interesante. Për ushqimin e bimëve dhe për hidratonin. Sidomos për ngritjen e eksperimentit. Po. Që në leksionin që na keni mbajtur vjet për agrokimin, më ka bërë shumë përshtypje, profesor. Sigurisht. Do t'i ndihmoj me sa të mundem, edhe me literaturë tjetër. I falenderit shumë, profesor. S'kaq. Por kam edhe një dëshirë tjetër. Jo, atë dëshirë mos ma thuj që mos më mbetet peng. Tani kohën e kam shumë të ngarkuar me një temë qeveritare. Eksperimenti shtërheqjes. Ja thuaj edhe pedagog Petrit. Mirë, profesor. I falenderit. S'kaq, miru pafshim. Si është puna? Fjallën eleksiri i jetës, profesor, nuk e dim ç'do të thotë. Nuk e di, nuk e kam pirë. Një gjë ju them djemë dhe vajza. Në shkencë duhet iniciativë. Edhe kush guxon, mund ta provojë edhe eleksirin e jetës. Por unë desha t'u theksoj se duhet të shikoni në radhë të parë mësimet dhe krahas tyre eksperimentimet shkencore. Keni zgjedhur një profesion të bukur. Do t'i duket çudi për këtë që do t'ju them, por mendimi im është ky. Po të isha në moshën tuaj, se kur 10 të drejta studimit më jepnin, të 10 do t'i kërkonja për agronomi. Kjo është shkenca që jep njeriut në radhë të parë bukë. Të prodhosh bukën në vend, do të thotë t'jesh i pavarur, i lirë. Pra, shkenca është mjeti, qelsi që duhet përdorur për shtimin e prodhimit. Vetëm duke punuar e duke studiuar, neve do të bëhemi të vlefshëm për shoqërinë. Kalojmë leksionet. Ja kështu vjetënore. Eksperimentin që vendosët për të ngritur kooperativën tuaj, e moduluam edhe në sere. Pra kemi mundësi që këto rezultate t'i zbatojmë edhe në terren tjera. Për saktësimin e efektit të plerimit lokalizuar, do të përdorim fosforin radioaktiv. Dakord? Dakord. Vazhdo lidhjen. Tani do s'përkatin fare që do të mbillet nesër. Folëm me të utën, e kam kushuri. Profesor Petriti dhe jetënori nisa nesër për në malësi. Pra në kryet mundësia që të ngrem eksperimentin në ndonjë qoshet laboratorit. Në aneksin kurit e uta, profesori s'para ju në tje. Po shumë mirë. Të uta ma dha fjallën se do të bëj çështë e mundur. Sa të fillojmë se pastaj besoj do të na ecë mirë.
Kjo është vaska më e madhe që kam gjetur. Është shumë e mirë, Tota. E po dalshim faqe bardh. Lumë goja. Puna, kujdesi edhe këmbgulja ja zbardhin faqen shkencës. Gruri që mbollën 10 profesor nuk na dha gjë. Na e do gjë brëm? E, po, ky është llojeri gruri, Gjasadik. Nuk ka për ta djegur bryma. Se, çfarë i bët ti gruri, profesor? Po e përpunuan farën paraprakisht me ato element që i mungojnë tokës. Nga i dini ju se i mungojnë? Po i bëm analizat në laborator. Nuk më besoj. Po pse? Po ka kararbime, amër profesor. Dija, kisha një mollë në barë. Djali shkon i ngull një 2 gozhd. Kur e pash ishte te për vonë. U tha, thati ju? Thash unë. Mirë po molla në vend që të thaj. Bëri më shumë se vitet e tjera. Nuk i lishoj kokrat. E se gjeti. Gjendet, Gjasadik, gjendet. Mollës sua i ka munguar ndryshku i hekurit. Prandaj i bëri mirë gozhda. Edhe tokës këtu i mungon diçka për të zhvilluar bima. Dhe me thani i ngullit gozhd. E ngullim një gozhd vogël. O jetënor. Hajde, hajde. Po them të ikim tani. Do vim mas 2 javësh dhe do shohim se filizat do të kenë mbierë. Shkojmë Gjasadik. Shkoj. Hajde. Urna. Luleta kisha pak punë me ty. Të lutem, Roland, shpirin sekretari regjistri. Dëgjoj, Luleta. Kam dashur bisedoj dhe më përpara. Seminari nuk e kisha përgatitur. E pash. Më ka folur edhe pedagogu i zooteknikës. Edhe ai mekanikës bujqësore. Kam qenë e pamundur. Çuditem, Luljet, se ti tash nuk po merresh as me eksperimentin shkencor. Apo e ke filluar? Jo. Megjithatë, puna shkencore nuk duhet të influencojë në mësimet. Do të mësoj pedagoge. Edhe më shumë do të mësoj. Do t'i përmirësoj rezultatet. Po nuk është puna thjesht tek rezultati. Luljeta, ti e vajzë e rritur. Për një vit do dalësh në jetë. Po, nuk i trembem punës. Unë kam qef agronomi. E di, prandaj dhe shqetësoj. Me eksperimentin e ri për zonat malore, ke qëndruar nga afër, je njojtur me të? Jo. Po pse nuk e bashkuar me shokët? Po nuk më të rriqte. Sigurisht do gjësh me dëshirë, por edhe dëshirat duhen parë me kujdes, Luljeta, që t'jenë më të realizueshme. Ne presim shumë prej teje. Dalim? Jetnar. Si jemi? Erdhët? Erdhëm di. Si dolët? Mirë. Po ti si ke kaluar? Shumë. Ju bëj qefi brigadierës? Jo vetëm brigadierës. Kemi vjesht bukur nga Antona. Kishte akoma zambak tegër. Pse u thua tegër? E fillove eksperimentin. Ty nuk t'intereson, kështu që kot sa pyet. Ashtu të duket ty, Luljeta. E fillova. Me Rolandën? Më ka ndihmuar shumë.
E shleve seminarën e filozofisë? E pas ke marrë vesh? Po ne bashkë studiojmë. Desha dhe e lash. Miru pafshim. Miru pafshim. Po pregatis trecirën dhe erdhe. Që është ajo që lëviz atje? Ku? Ja këtu. Refleksit dritës nuk është që. Po shikoj mirë. Je fotogenike. Nuk e prisja kur prej teje këtë gjë. Të kam konsideruar gjithmonë si shok kursi. Mos përfiton nga shoqëria ime. Po nga kjo trecirë nuk do t'i hedhim? Më parë të uta duhet përcaktuar thithja e fosforit nga bima. Këtë do ta bëjmë nëpërmjet fosforit radioaktiv. Kjo ndihmon pastaj në trajtimin e bimës në vazhdim. Mirupafshim. Moj, si e ke halin soti? Si e ka që në qef? Se të pengoj? Jo, mua as më pengon, po kam halë mos shqetëson Lulietën. E pra unë sot duhet të këndoj. E dini vajza? Mua Zakja sot më propozoj. Pse që ditani? Zakja më ndaloj në mes të rrugës, në mes të shiut, dhe më tha, Moza të dua. Zakja! Nuk ju besot, ë? Po Zakja gjithmonë më shaka me Moza. E pra kësa herë ishte kaq serios sa nuk mu besua. Po ti çfarë i the? Edhe unë i thash se e dua. Të duket që ditë flutra, a? Jo, nuk thash gjë. Mua përkundrazi më bëhet qefi, Moza. Ju bëhet, nuk ju bëhet qefi juve, mua më pëlqen. Mos e çuditni se vajzat thjeshta jemi. Edhe shok të jetës ashtu do t'i marrim. Na shkojnë për shtatat modernët, e sillen me delikatesa, me etiketa, e më thet thash. Që se shikojnë do të fshatin, se helbete nuk ju njohin zakonet. Këta tipa, që se kanë të gjatë, bëjnë çmos për të siguruar një qoshe të rehatshme, edhe të mbajnë edhe në qytet, po si? E do gjimiza në kësull. Përse e ke fjallën? Që ti e trash. As Zakja dhe as njëri tjetër nuk ka propozuar. Lulieta me Rolandin dhe Teutën ishin sot pas dite në laborator. Unë pres kokën po të mos i vërtitet ai Lulietës. Nuk më pëlqen fare. Kurse Teuta sentimentale, kërkon t'i ndihmoj se i vjen keq. Dhe as që i shkon në mend qëllimi Rolandit. Ja njohin pasionin e madh të tij për shkencën dhe mësimet. Filloj përsërisht. Nuk po jetë se një jetënore për eksperimentin. Po të kërkoja në për institut. I mora qelset e laboratorit të utës në shtëpi. Tash të shohim edhe njërë eksperimentit. Po ne e pam që në mëgjes. Di po, bima rritet me minuta. E di kë pash tani tek Povinjo? Profesorin me jetënorin ishin bërë qullë dhe gjithë balt. Më falë, po duhet shkoj të studioj. Të përcjell. S'është nevoja. Natë në mirë.
Teuta, nga mesatare e disa matjeve jemi të knaqëra. Mendoj se mbaruan punë e fosfat. Shikoj. Shumë mirë. Po filloj me Jontin tani. Po shkoj ta marr. Lulita, mësoj në sigurimin. Dezaktivohuni dhe halini në kabinet. Keq. Jashtëzakonisht keq. Këtu janë shkelur rregullat. Edhe do ndryshkohen në Iran, sidomos ty Teuta, nuk të falet kjo gjë. Por se punohet në laboratorin e lëndëve radioaktive pa pyetur njëri të lutem shumë shehura si çfarë do kompromise? Fajin për të gjitha e kam unë. Ndihmoni studentët sepse ju vjen keq për ta. Kurse ne që duam të edukohen për shëmbari, jo. Profesor, ajo ka nisur një punë me shumë pasion. Ne kam shumë të qartë pasionin e saj. Doni të bëni eksperimente të mëdha. Të mbaroni shkollën shkëlqyshëm, që ndrodhin laboratore apo në sera në qytetet dhe të bëni shkencëtar dëgjuar. Mendimësia dhe egoizmi të shkurit deri adesa mund të sakrifikojë vetën edhe të unë. Ja këto janë ato fantazirat tuaja edhe qëndrimet e Rolandit, i cili ka ardhur pa dëshirë në institut. Këto nuk I kam hak, profesor. Ti vajzën ba nëse ke ndonjë dëshirë të bësh eksperiment shko drejtohu në dekanat, në rektorat. Po kështu jo. Vaskën e eksperimentit shpire ku duash. Këtu të mos e shonë. Nuk e besoj se do ma shpërblenit shumë sinqeritetin tim. Ju falenderit shumë. Dini jashtë. Dini! Edhe ti vajzë, të mos shonë laborator. Dhe punën të do ta bëj problem në dekanat. Më falë për të gjitha këto. Lulita! Ja kështu ta dini, po të luani me ne gjithë jetët hundi. Nuk ishim zanë. Edhe 5 zanat keni ju prapje mundi, ma po jo së ta. Si janë në zanë. Te provoj dhe loja. Pagoj mirë konë, se nga hëndrëm me këto zanë është të zavara. Tu do t'jemi, vajza. Profesor Petriti e zboj Lulitën nga laboratori. Të mërzitëm ne kështu? Jo, unë jam mërzit të tjerve. Dhe pastaj? Do t'iki. Ku do të vesh? Do të shkoj në shtëpi. Do t'a lë shkollën. Ashtu? Po. Këtë valigje lëre në vend. Po të shkeni gjanë më kështu me mua. Ti çfarë ke? Me ju s'kam asgjë. Të tjerët kanë me mua. Asnjëri nuk ka asnjë gjë me ty. Vetëm ty të shritur mendje dhe të arsëmuru sedra. Këto do të qëndrojnë në vendin e tyre dhe ti do të ish këtu. Mëngjes, më thë. Shoqja sekretare desha të bisedoja pak me ju. Po si? Si është punë? Megjithatë Lulita e ka të vështirë. Për të mos arritur puna deri këtu duhesh përkrahur që më parë.
Do më lësh rehat, Zake? Pse s'të pëlqen zotrote? Mëzuri që deri mua. Një pjesë të fajit të saj e ke edhe ti. Unë e kam shoqe dhe nuk më vjen mirë që të ndodhi kjo. Po ti je shkaktari të gjithë këtij lëmshi. E pse që ngam shkaktaru? Sepse ke shtur më tepër se ç'duhet. Ja kjo ishte Lulita. Megjithatë unë mendoj se duhet parashtruar. Nuk më merr të mendje që të arrinje deri këtu. Të shtë koka temë e disertacionit. Apo jo është që drejtë? Ky është gabim i madh. Duhet takt e durim me studentët. U çudita për ne. Petriki ta bëj këtë thash. Nuk i duhet pre rruga kështu studentit. Kjo punë rëshqiti nga duart pa e ndjerë. Lulet, i mora vesh të gjitha që ndodhë, më tha Mimosa. Bisedova dhe me dekanin, është akord. Po dhe madhi për shtëpin duhet të ketë marrë, kështu që të vesh të pushosh në lutit. Për mësimet, do të bisedojmë kur të kthehesh. Atë që ndodhi Luljeta, do të ashoj me gjatë fotësi. Rrugë të mbarë. Për cilë shoqe, Mosa? Shkojmë përgatitim valizë. Mendoj shok se jemi përpara një rasti të jashtëzakonshëm, përderisa detyrohet një studente të braktisë shkollën. Apo jo, shoqja Drita? Ashtu është, shoku dekan. Kemi lejuar të na kalojnë shumë gjëra para syve, edhe si jemi ndalur. Ç'mendim keni ju, shoku Petrit? Cilat janë shkaqet që e sollën Luljetën deri këtu? Po për rastin konkret u rëmbedhe. E dëbova nga laboratori. Por kushdo që t'ishte kështu do vepronte, po të kemi parasysh rrugën jo të drejtë për të ndjekur eksperimentin nga Luljeta, Teuta dhe Rolandi. Më lejoni të kujtoj diçka, shoku Petrit. Në punën me studentin duhet shumë takt edhe durim. Duhet të shtoj edhe diçka. Në këtë rast, ne kemi të bëjmë me një studente tepër të ndjeshme. Mendoj se edhe shtrirja për temën e disertacionit, dashur pa dashur, ka ndikuar që ky problem të mos shikohet thellë edhe gjerë. Shtu është, shoqja Drita. Mendova se këto ishin gjëra të thjeshta që vinin nga dëshira për profesionin. Por rrënjët ishin më të thella. Suksesi i eksperimentit të parë krijoi tek ajo ndjenjën edhe të kënaqësisë, edhe të egoizmit profesional për të marrë me tema të mëdha. Këto të gjitha, si edhe shtytja, nxitja e Rolandit, bën që ata të vepronin fshehurazi, pa mendjeni, edhe për më tepër të punonin në laboratorin radioaktiv. Nuk kam qenë dakord me hidroponinë. Më varësisht nga kjo, unë duhet ta drejtoja atë për të gjetur rrugën e drejtë për të eksperimentuar. Po, për çfarë arsye nuk jemi dakord? Shoku Luan, hidroponia i përket sartmes. Kurse, mendimi im, ne duhet të marrim ato tema që do i shërbejnë direkt prodhimit edhe rritjes së rendimenteve bujqësore. Unë kam vepruar në kundërshtim me rregullat dhe ndjej se kam faj. Kjo ndodhi nga që Luljeta i kishte me shumë dëshirë. Dhe unë doja të bëja diçka për të. Mendoj për veprimet e tyre të merret mas.
Kurse eksperimenti i hidroponisë s'ka përse të mos vazhdoj. Mua më duket se Petriti foli me ndjenjën e një autokritike të shëndosh edhe të sinqertë. Ky është edhe fillimi i reflektimit të gabimeve të tij. Dyert e dijes dhe të shkencës janë të hapura për çdo. Ne duhet të përpiqemi që këto dije, kjo shkencë të bëhen të masës. Por ne duhet të kemi shumë kujdes, dhe të bëjmë edhe një punë të dobishme për të nxitur tek studentët iniciativën krijuese edhe shkencore. Për të bërë ata që si tani, edhe kur të dalin në jetë, të merren me punë shkencore. Ne do të eksperimentojmë tema që i përkasin së ardhmes. Po jo në këtë mënyrë. Kaq kishim. I thonë Lili. Vetëm Rolandin, profesor. Lulieta ka shkuar me leje në shtëpi. Ashtu? Vaskën eksperimentit do ta sill në laboratorin tim. Eksperimentit do ta udhëheqëm. Faleminderit, profesor. Bile unë që në fillim i kam thënë Lulietës që t'ju drejtohet juve. As që kam dashur unë profesor të ngatëron. Lafet jam fukarallëk. Shko dhe sill vaskën. Tani, profesor. Mirë, Beraliti? Po mirë, profesor. Ty do të shtojnë sa t'i lash. Dojmos. Lulieta më pëlqen po ky djalë. Mua më duket i shkatët. E di. Përse mos mbyllet edhe grori? E ke djallosur, Lulieta. E pra, unë buresha me ty. E kupton ti se çfarë ke bërë? E kuptoj dhe më vjen shumë rrët. Nga shokët, shoqet dhe pedagogët. E po këtë ta kishe menduar përpara se ta bëje. Menjëherë duhet ta korrigjosh gabimin dhe tu kërkosh të falur shokët. Veçanërisht pedagog Petritit. Për sa i përket eksperimentit tënd, po ta shikojnë të arsyeshme, do ta vendosin vetë ata. Por mendoja se do t'ishte dobishme. Po pse më vajzë, të sigurosh rendimente të larta edhe në zonat malore, nuk është punë me levërti. Po dhe në përritjen e prodhimit mendoja, po në rrugë tjetër. Prodhimi duhet, si s'duhet. Po jo në letër, edhe në laborator. Shkujton ti se unë e bëra gjithat punë për karburatorin, thjesht nga dëshira për të vendosur atë në ekspozit. Jo, e bëra sepse i duhej uzinës. Dhe fruti punës son ishte më së i domosdoshëm. Duhej, ashtu si i duhej dhe asaj kooperativës malore Gruri. Duhej ama, po jo të mbete vetëm në eksperimentin tënd. E të presim pasaj se kur do t'i vi kohë që t'arrijë rezultatet e tua. Nesër në mëngjes do vish me mua në uzinë të qohësh provat. Tani u po vonë. Hajde, vajza mirë.
Shko bire flitesh. A bie babit. Haj. Natë në mirë. Natë në mirë. Ashtë. Edhe kjo në duesh. Edhe i thash, lërë mërë djarë sportin, jemi në punë shkollës. Jemi finale, më tha. Ja, shkoj të vrau dhe kamërën. Kurse në fshat në presin. Ja që ndodhi pedagog. Të vi unë. Dhe jo, majteu, da ti jemi e fëmit vogël. Interesot lutem shumë që puna laboratorike me studentët shkojnë në rregull. Mirë? Mos kine. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Lulita. Mirëmëngjes. Planin e punës e ke detajuar. Pedagog Petriti. Unë kam ardhur. Po të mos keni kundërshtim? Dvi me ju në matin e eksperimentit në vend jetënarit. Ashtu? Do të kisha ardhur më përpara, por më vinte zot. Bisedova dhe me pedagog Luanin. Ai është dakord. Mirë, në rregull. Atëherë mos vëndojmë. Nisemi? Teuda, të lutem shumë porosit. Mirë? Mirashë. Miru pafshi. Zake. Mirdita. 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 E ke me vete fletorin e leksioneve të mekanikës? Jo, nuk e kam me vete. E kam unë. Pas pak fillon mbledhje shoqata shkencore. Po deshe, e javë ti. Faleminderit. Unë po shkoj tani se ju do të shkoni në mbledhje. Kam për të shkuar në kinema dhe në vajtje vonë. Miropafshi. 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 Me eksperimentin jemi shumë mirë. Të shikoj si gëzonin ata në fshat që gruri ishte i mbarë, do habitesh. Ashtu? Po, Lulita. Desha takoja kur u ktheva, po.